Deputeti e Partisë Demokratike Denisa Vata deklaroi se qeveria ka shpallur tender me vlerë 950.000 euro për riparimin e unazës së Burrelit. Një akt rrugor i shembur plotësisht vetëm pak kohë pasi u ndërtua. Në një deklaratë për mediat, Vata publikoi një shkresë të autoritetit rrugor shqiptar ku njoftoi tenderi i ri, pa bërë më parë një analizë se dështoi projekti i parë ku për unazën u investuan 1.2 milion euro. Një investim publik që dështon në këto përmasa do të sillte menjëherë një verifikim të plot institucional për të përcaktuar përgjegjësit dhe çdo dëm të shkaktuar buxhetit të shtetit. Paradoksi nuk është se po ndërtohet përsëri rruga, por se shteti po paguan për herë të dytë pa u thënë ende shqiptarëve pse dështoi pagesa e parë dhe kush mban përgjegjësi për të. Deputetja demokrate i bëri apel SPAK që të nisë hetimet dhe të verifikojë përgjegjësinë e çdo zyrtari të përfshirë në hartimin dhe zbatimin e projektit të unazës së madhe të Burrelit.